Nuk reflektohet as në këtë sallë kuvendi, nuk reflektohet as në komisionet parlamentare, por nuk reflektohet as kund. Sot dita nisi me një debat për procesin e integrimit, nisi një debat për atë që Parlamenti Evropian diskutoi dje, nisi me një debat edhe për zgjedhjet, sepse sigurisht janë dy çështje që lidhen me njëra tjetrën dhe janë dy çështje të cilat nuk mund shihen të izoluara nga njëra tjetra. Në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, komisionerja Kos raportoi dhe tha: nuk ka rëndësi se sa grup kapituj hapen, nuk ka rëndësi se sa kapituj hapen, rëndësi ka se sa kapituj mbyllen, sa grup kapituj mbyllen. Dhe kjo është dhe retorika e procesit integrimit. Nuk ka rëndësi se sa takime ju bëni për të hapur grup kapituj, rëndësi ka se sa standarde plotsoni, sepse në fund të ditës procesi integrimit është proces standardesh, është një proces i cili bazohet jo mbi retorikën politike, as mbi marketingun politik, po bazohet mbi standardet e përmirësuara, standardet përmirësuara që vinë nga zgjedhjet, standardet përmirësuara që vinë nga standardet e demokracisë, standardet përmirësuara në ekonomi, në sferën sociale dhe në çdo sektor tjetër. A është sot Shqipëria më mirë se që ishte më parë vetëm se u hapën disa grup kapituj? A i ka plotësuar Shqipëria këto standarde? Këto ishin zgjedhjet e para me negociatat e hapura. A tregoi Shqipëria se ditë organizoi zgjedhje si një vend evropian? A tregoi Shqipëria se standardet europiane, të cilat lidhen me demokracinë, e cila nuk është një slogan. Demokracia nuk është një slogan, por është një standard që ne këtu duhet ta kishim dhe një normë evropiane që këtu duhet ta kishim. A i tregoi Shqipëria që këto i zbaton çdo ditë? M'vjen keq them, po këto zgjedhje ishin një mundësi e humbur për Shqipërinë. Ishin një mundësi e humbur edhe për këto standardet munguara në demokraci. Ishin një mundësi e humbur edhe për faktin që nga 2013 deri më sot reforma e plotë dhe gjithëpërfshirëse zgjedhore, financimi i partive politike, hetimi i krimeve zgjedhore, janë çështje që kalojnë nga njëri progres raport në tjetrin, nga njëri vendim i Këshillit në tjetrin, nga një raport i OSBE-s në tjetrin, dhe ndodhemi në vitin 2025 me më shumë kërkesa e kritere se që ishim vitin 2013. A ka pas ndonjëherë vullnet politik qeveria që ato reforma që duheshin ndërmarrë qoftë edhe për zgjedhjet zbatoheshin? A ka pas ndonjëherë vullnet politik qeveria që në këto 10 vite gjata pritje, në mungesë të avancimit në procesin e integrimit, të kryente ato që prisnin shqiptarët? Nuk është anti-shqiptar ai që thotë që ka probleme. Nuk është anti-shqiptar ai që ngresh shqetësime. Anti-shqiptar është ai që këto shqetësime dhe këtë mungesë vullneti politike kthen në një barrierë të madhe që Shqipëria sot të avancojë në procesin e integrimit. Sepse nëse ka barrierë më të madhe, janë standardet e munguara të këtyre zgjedhjeve. Kush e ka penguar qeverinë në 10 vite të krijojë minimumin e normave demokratike? E ndryshuan në vitin 2020 kodin zgjedhor dhe vendosëm në kodin zgjedhor pengesën dhe ndalimin e ligjit për të përdorur financat publike për zgjedhjet. A e zbatoi këtë qeveria? A dha qeveria financim për pensionistët? A ndryshoi qeveria buxhetin në funksion të zgjedhjeve? A përdori qeveria fondet publike, fondet e rindërtimit, fondet e tërmetit për procesin zgjedhor dhe në funksion dhe në dobit marrjes votave dhe të procesit zgjedhor? Nuk ka asnjë ligj që e përmirëson situatën ku ndodhemi sot. Sepse mund të kishim dalë dhe mund të kishim thënë cili është plani legjislativ, çfarë ligjesh duhet ndryshuar, çfarë reforme duhet bërë. Kjo është qartazi mungesë e vullnetit politik. Mungesë e vullnetit politik për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mungesë e vullnetit politik për mos pas interesin e shqiptarëve në krye ditës, po interesin e partisë, ashtu siç e kanë pranuar vetë. Për të mos pas interesin e integrimit në krye ditës, po interesin e partisë, ashtu siç e kanë thënë vetë. Kjo është Evropa. Evropa është standarde që nis nga zgjedhjet. Zgjedhjet bëjnë pjesë në grup kapitullin e parë, në atë që thuhet që quhen themelore. Në grup kapitullin që duhet patjetër që gjatë këtij rrugtimi ne të merremi dhe të shikojmë se cilët janë problematikat. Në grup kapitullin ku demokracia, shteti i së drejtës, lufta ndaj korrupsionit, prokurimet publike, të drejtat e minoriteteve, sepse këto janë të drejtat themelore të njerëzve. Këto janë të drejtat themelore edhe çdo vendi në fakt që duhet ishin respektuar ashtu si edhe e drejta për të votuar. Sot qytetarët shqiptar nuk kanë votuar të lirë. Dhe pse nuk kanë votuar të lirë? E para,
Sot kemi një administratë publike që është në funksion të partisë shtet. A e plotson kjo procesin, kërkesën që ka procesi integrimit për një administratë publike të depolitizuar? Së dyti, ruajtja e këtij procesi dhe mos cënimi standardeve të këtij procesi. Nga fillimi në fund procesit zgjedhor ne kemi pasur cënim të standardeve, thotë SBE Odiri. Nuk ndjej asnjëherë kënaqësi kur këto përmenden edhe në arenën ndërkombëtare. Nuk ndjej asnjëherë kënaqësi kur Shqipëria përmendet për keq në arenën ndërkombëtare. Por mungesën e vullnetit politik, shkeljen me dy këmbë të zgjedhjeve, mungesën e standardeve në këto zgjedhje sigurisht që nuk e ka fajin opozita, e kanë fajin ato që duhet i zbatojnë këto kritere, e kanë fajin ato që sot janë në majorancë. Pengimi i rotacionit politik është dëmi më i madh që i bëhet Shqipërisë në procesin e integrimit. Opozita që në fillim të këtij procesi ka qenë bashkëpunuese, ka qenë mbështetëse e procesit të integrimit. Dhe kam thënë dhe përsëris, sa herë që do të jetë nevoja, vullneti politik ka qenë aty dhe ka ekzistuar dhe e kemi treguar këtë me fakte dhe jo me fjalë. E kemi treguar këtë me vepra konkrete dhe me mbështetje konkrete. Por nuk mund të mbyllim syt nga vjedhja, nuk mund të mbyllim syt nga manipulimi. Pse kërkuam ne që të vazhdoj procesi negociatave? Ne kërkuam hapjen e procesit negociatave pikërisht për këtë arsye. Për arsyen që Shqipëria të ketë më shumë monitorim, të ketë më shumë mbikëqyrje, qoftë për zgjedhjet, të ketë më shumë edhe kontroll. Për këtë arsye sot, këto shqetësime nuk janë më shqetësime të Shqipërisë, janë shqetësime europiane. Raportet e OSBE Odirit që duhet kthehen patjetër edhe në manuale pune. Nuk mund të mbyllim syt me një palë zgjedhje që vidhen, ashtu siç ndodhi në 2021 me probleme pafund dhe kalojmë procesin tjetër zgjedhor. Nuk mund të mbyllim syt edhe në 2025 kur përsëri është cënuar rënd standardi i zgjedhjeve. Sepse të gjitha këto, kjo mungesë vullneti politik nga ana e qeverisë, zbatimi i këtyre normave demokratike, kjo është pengesa më e madhe për procesin e integrimit. Kushdo që ka lexuar progres raportin përpara 2013 e pas 2013 bën një diferencë qartë. Në çdo progres raport përpara 2013, pengesa më e madhe për procesin e integrimit ishte opozita atëhershme që sot është në qeverisja. Përmendni një rast të vetëm kur në këto 10 vitet e fundit është vendosur opozita si pengesë, sepse nuk ka qenë asnjëherë pengesë. Pengesë është zbatimi i kritereve, pengesë është paaftësia që ka pasur qeveria për të avancuar në këtë proces, se nuk ka rëndësi se sa prezantime PowerPoint i bën atje në Bruksel, por rëndësi ka që çdo gjë që ke në dorë, çdo proces që të menaxhosh atë siç duhet ta menaxhojë çdo vend evropian e çdo shtet evropian. Harrojeni që procesi i integrimit do të ecë përpara nëse zgjedhjet cënohen. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me atë që thot opozita. Kjo ka lidhje me standarde bazë që duhet zbatojë çdo vend normal. Këto diskutime në fakt duhet kishin ndodhur që në seancën e kaluar, këto diskutime në fakt duhet kishin ndodhur që përpara se zgjedhjet zhvilloheshin. Edhe mungesa vullnetit politik, edhe fakti që integrimi rëndom tashmë përdoret si fjalim në përkonferenca, përdoret si një teori e cila kur nuk zbatohet në praktik. Sepse sot Shqipëria më shumë se kur ka nevojë për Evropë këtu, për Evropë e cila vjen nga veprimet tona si klasë politike. Dhe nëse klasa politike nuk ngrihet mbi interesat e momentit e interesat e pushtetit, ky proces do shtyhet gjithmonë më shumë. Ashtu siç kanë humbur në 12 vite mundësi shqiptarët për të avancuar këtë proces prej majorancës, ashtu do të vazhdojnë dhe të humbin për sa kohë që shkelen zgjedhjet, për sa kohë që nuk zbatohen kriteret, e për sa kohë që interesi i shqiptarëve nuk është interesi i parë. Për këtë arsye ndjej keqardhje që ndodhemi në një moment që duhet ishte shfrytzuar për mirë, me një situatë gjeostrategjike që sot është në favor të gjithë Ballkanit Perëndimor, por që Shqipëria përsëri po mbyll syt për pushtetin e momentit dhe po ja anashkalon. Rruga evropiane e Shqipërisë kalon nga zgjedhjet, dhe zgjedhjet e 2025-s ishin një mundësi e humbur edhe në procesin e integrimit. Faleminderit.